Përshëndetje, mirë se erdhe në Golden Truth Tarot dhe tani le të fillojmë me parashikimin e muajit gusht për shenjën e Virgjëreshës. Virgjëresha në javën e parë të gushtit, disa prej jush do t'ju duhet të punësoni një person që është ekspert në një fushë të caktuar, sidomos që ka të bëjë me ligjin, mund të jetë një avokat, mund të jetë një këshilltar, dikush që do t'ju orientojë për të kuptuar më mirë të drejtat tuaja, çfarë ju takon, çfarë mund të bëni për të mbrojtur veten tuaj ose për të realizuar këtë kërkesë që ju keni. Është diçka që ka të bëjë me shkresa, është diçka që ka të bëjë me dokumenta, është diçka që ka të bëjë me aplikime. Për disa virgjëresha mund të jetë biseda të rëndësishme që ju i bëni me eprorët tuaj, pra me shefat, menaxherët, personat të cilët ju kanë punësuar. Shikoj që kërkesa e llogarisë është shumë e lartë. Mund të keni pak kënaqësi për sa paguani, mund të keni një dëshirë për të marrë më shumë dhe ndjenjem që ju meritoni më tepër, që gjithë lodhja juaj, orët e gjata të punës duhen shpërblyer me një pagesë më të lartë. Mund të jeni dhe ju vetë që do ta kërkoni në këtë javë të parë të gushtit këtë takim pune Virgjëresha, sepse thoni është e padrejtë dhe ka ardhur në një pikë që duhet patjetër ose t'ju ngrejnë rrogën ose do të kërkoni një punë tjetër, do të kërkoni diçka që është më e mirë, më e përshtatshme për ju. Kurse për disa virgjëresha mund të jetë edhe një takim që ka të bëjë me një konsult mjekësore, me një specialist, sidomos virgjëreshat që kanë pasur shqetësime nga ana shëndetësore. Kjo konsult do të jetë e rëndësishme sepse kërkesat e mjekut, kërkesat e specialistit ndaj jush do jenë shumë fikse, mund t'ju vendosin në një regjim të caktuar, të ndryshoni mënyrën e ushqimit, mund t'ju kërkohet më tepër t'ju kërkohet të bëni kontrolle të tjera ose analiza të tjera për të kuptuar më shumë në detaje problemin nga ana shëndetësore. Por çfarëdo që do të kaloni në këtë javë të parë, do të jetë diçka e rëndësishme, do të jetë një nga ato bisedat që janë pak të sikletshme, janë pak të pakëndshme, janë nga ato bisedat e sikletshme, po që duhen bërë me patjetër për të sjellë ato ndryshimet që ju duhet për të ardhmen tuaj Virgjëresha. Për disa mund të jenë edhe biseda që kanë të bëjnë me partnerin ose partneren tuaj në çift, ku do t'i thoni njëri tjetrit disa të vërteta që janë pak të vërteta të ashpra, janë të vërteta të cilat do t'ju ngarkojnë nga ana emocionale, ndoshta disa gjëra edhe nuk doni që t'i dëgjoni, ndoshta disa gjëra do t'ju lëndojnë, sepse shikoj që personi i zemrës do t'i thot shumë gjëra troçe, edhe gabimet që ju vetë mund të keni, mund t'ju kritikoj për diçka, mund t'ju vërë në dukje disa sjellje, disa reagime tuaja. Sido që të jetë situata në mënyrë specifike, përpiqu që ta shikosh në këndvështrimin më logjik se sa të përfshish pjesën emocionale shumë, se sa çdo gjë ta marrësh afër zemrës, të fyesh, të thuash mos pse ma tha këtë gjë, s'është kështu, të kalosh menjëherë në irritim, në acarim, mundo të kesh atë logjikën e ftohtë për ta dëgjuar situatën, për ta kuptuar çfarë po të thotë personi tjetër dhe për të bërë ato ndryshime që duhet bësh. Për çdo situatë vlen kjo gjë dhe do të jetë ndryshime që janë të nevojshme, siç ju thash, sepse shikoj një disbalancë të madhe që duhet me patjetër kthyer në ekuilibër. Kjo disbalancë ose ka të bëjë me shëndetin, për disa virgjëresha që nuk ndiheni mirë, nuk keni kohë, që mund të keni dhimbje, mund të keni shqetësime, që nuk është gjetur saktësisht problemi, ku qëndron kontroll mbas kontrolli, prap nuk
arrihet në një konkluzion fiks dhe kjo pjesë vazhdon. Për dikë tjetër mund të jetë një çështje që thash ka të bëjë me dokumenta ose nga ana ligjore që ka zgjatur prej kohësh e duhet me patjetër zgjidhur se po të pengon në drejtime të tjera. Ndërkohë në lidhje me punën, mbas bisedave, mbas ashpërsisë dhe mënyrës deri diku edhe prej Tiranës se si e prori do të përgjigjet, atëherë ti do ta kuptosh që është e kotë, që nuk vazhdohet më në këtë vend pune, sepse nuk e vlerësojnë sa duhet punën tënde, kërkojnë dhe ti nuk mund të kesh një jetë normale, një jetë të ekuilibruar, një jetë të balancuar në këtë mënyrë, nëse vazhdimisht ti je më shumë në punë se sa në shtëpi, më shumë në punë se sa në familje, më shumë në punë se sa ke kohë për jetën tënde private, nuk t'i japin leje, gjithmonë të gjejnë justifikime, merre më vonë lejen, s'kemi kohë tani, nuk shkëputesh dot tani, nuk t'i japim dot leje tani. Të gjitha këto ankesa të cilat do t'i bëjnë gjërat shumë të vështira, shumë stresante dhe shumë të vështira për ty vetë virgjëresh. Po ndryshimi do të vijë dhe do të jetë një ndryshim i rëndësishëm sepse në javën e dytë sidomos kur kemi dhe eklipsin e hënës së re në Luan, që ka të bëjë pikërisht me ndjenjat, me emocionet e tua, me datë 12 gusht, aty ti do të vendosësh diçka. Do të vendosësh që një ndryshim duhet të ndodhë dhe shumë prej jush do të zgjedhin largimin nga kjo situatë. E ky largim do të vijë për disa virgjëresha në aspektin emocional fillimisht, pra ku ti e kupton, e ndan mendjen, thua ok, kjo është një vendim që është final, është i përfunduar, domethënë gjërat nuk ka ndryshim, nuk ka përmirësim, nuk kam çfarë jap më shumë, nuk kam çfarë pres më shumë, duhet të sado që është e frikshme, duhet ta bëj këtë ndryshim, duhet marr një risk, duhet largohem. Dhe gjithmonë së brëndshmi fillon ndryshimi, pra momentin që ti bindesh me veten tënde dhe pastaj e aplikon së jashtmi. Po shoh në javën e tretë këtë shkëputjen sepse pak kënaqësitë janë të shumta virgjëresha dhe ti e ke të nevojshme këtë gjë. E ke të nevojshme të vlerësohesh, e ke të nevojshme të respektohesh, e ke të nevojshme të duan për atë që ti je, të t'japin atë që ty të takon, në momente të caktuara edhe në dashuri për disa virgjëresha, nëse nuk ndodh ndryshimi, sado që ti mund të kesh kërkuar dhe ndryshimi që ti dëshiron nuk ndodh dhe prap vazhdon e përsëritet e njëjta situatë ose edhe më keq për disa virgjëresha nëse të thohet që kështu janë gjërat, nëse të pëlqen ri, nëse nuk të pëlqen ik, largohu. Nëse ka ndodhur kjo disa herë, ti do të zgjedhësh në fund, do të thuash, ok, nuk e vazhdoj dot më këtë gjë, duhet të shkëputem, duhet largohem sepse asgjë nuk po ndryshon për mirë. Dhe e shoh këtë ftojen, e shoh këtë largim në javën e tretë sidomos, dhe atëherë do të jetë momenti nga data 23 gusht, kur futemi dhe në sezonin tuaj të virgjëreshës, është edhe momenti që ti ndjesh më shumë vetvetja, ndjen më shumë siguri, ndjen më shumë bindje që po bën veprimin e duhur. Për shumë virgjëresha e shoh më tepër të fokusuar tek puna, jo tek marrëdhëniet, sesa tek një ndryshim që ka të bëjë me punën. Sepse shoh në javën e fundit që do të filloni diku në nivel fillestar, pra do të jetë një punë e re ku ti mund të fillosh edhe në praktik, mund të fillosh edhe nga zeroja që themi, domethënë nga një nivel hyrës, por thua më mirë kështu se sa të vazhdoj aty ku isha. Ose disa virgjëresha do të zgjedhin qëllimisht që të ndryshojnë komplet atë fushë që ti ke qenë
mund të kesh punuar për 5 vite, 10 vite të fundit, do të thuash tani do punoj për veten time. Dhe disa i shoh që do të fillojnë një kurs, ose do të regjistrohen, të bëjnë diçka që është që të jep një zanat, që të jep një zanat që ti mund ta kthesh në punë për veten tënde, edhe të punosh për veten, mos të jesh më punësuar për njerëz të tjerë, sepse ke provuar për një kohë të gjatë, ke punuar për të tjerë dhe asnjëherë nuk e dal e kënaqur, asnjëherë s'është vlerësuar puna për aq sa ti bën mjaftueshëm. Kurse kështu thua, ok, punoj me orë të gjata, po të paktën paguhem dhe është puna ime dhe ndërtoj diçka që është e imja. Kjo është energjia e javës së fundit. Dhe ke një nevojë të ndjekësh ëndrat e tua virgjëresh, ke nevojë të ndjekësh atë një gjë që të bëj të kuptosh që jeta jote ka diçka përtej gjërave kryesore, pra përtej nevojave për familjen apo kujdesit për fëmijën, apo ke edhe ke edhe ti misionin tënd, apo ke edhe ti diçka specifike që mund t'ja ofrosh botës, që mund t'ja ofrosh njerëzve që të bën të ndihesh i plotësuar ose e plotësuar ty vetë si individ. Dhe e them këtë sepse java e fundit me datë 28 gusht kemi dhe eklipsin e hënës së plot, ose eklipsi hënor që quhet ndryshe në peshk, që është shenja e kundërt me shenjën tuaj dhe ajo lidhet pikërisht me fantazinë, me imagjinatën, me të ndjerit si person që ti po i jep një kontribut, që puna jote po ndihmon njerëzit, po jep një kontribut në shoqëri dhe të bësh diçka që ti e do vërtet. Jo hajt po punoj për para dhe pra parat nuk janë mjaftueshëm, por një gjë që mund të punosh me orë të tëra dhe e bën me shumë dashuri, me shumë kënaqësi. Por ke nevojë edhe për raporte të sinqerta, për njerëz që të dinë vlerën, për njerëz që të duan, për njerëz që të respektojnë. Kjo është një nga gjërat kryesore që virgjëreshat do ta ndjejnë shumë gjatë muajit gusht. Dhe jo më kot nga orakulli i shërimit, mesazhi për ju thot sincere relationships, pra marrëdhënie të sinqerta, dhe kemi dhe numër 29, numri 29, që është pikërisht 11-a, numri që lidhet me emocionet. Ke nevojë për njerëz të sinqert, ke nevojë për njerëz të respektueshëm rreth teje, ke nevojë për një ndryshim total të ambientit që të rrethon, virgjëresh. Ti jesh aty ku duar trokitesh, jo aty ku shihesh me përbuzje apo me mërzi, me bezdi. Këtë ka nevojë virgjëresha dhe ky do të jetë ndryshimi për muajin gusht. Okej, virgjëresha, ju falenderoj shumë që më ndoqët. Nëse ju pëlqeu ky lexim, ju lutem jepni një like, një koment, mos harroni të abonoheni, të bëni subscribe, që mos u mbisni videot e ardhshme, dhe nëse jeni të interesuar për një lexim privat me mua, mund të rezervoni online direkt nga website-i im në www.goldentruthtarot.com. Linkun e gjeni këtu poshtë tek video dhe tek përshkrimi. Ju falenderoj dhe bashkë do të dëgjohemi në videot e ardhshme. Gjithë të mirat, mirupafshim.